Nuk u besoja syve. Njerka ime u shfaq në dasmën time e veshur me fustan të bardhë. Kush e bën këtë? Isha tërbuar. Por para se të reagoja, burri im u përkul dhe më tha qetësisht. Ajo thjesht po përpiqet të marrë vëmendje. Nuk prisja që ai të bënte asgjë për këtë, por qartësisht e nënvlerësova. Ajo që bëri më pas i la të gjithë pa fjalë dhe i dha njerëkësime surprizën e jetës. Përpara se të fillojmë, shtypni butonin pëlqej. Siguroni të abonoheni nëse nuk e keni bërë deri më tani dhe shtypni zilën e njoftimeve në mënyrë që të mos humbisni asnjë histori të re. Mëngjesi i dasmës ishte një turbullir përgatitjesh të minutës së fundit dhe eksidimit. Shoqëruesit e nusës vërsulën rreth meje. Të qeshurat dhe energjia nervoze mbushnin dhomën ndërsa më ndihmonin të visha fustanin tim. Mes kaosit të gjallë, unë heshturazi shpresoja që gjithçka do të shpalosej, siç ishte planifikuar. Ajo që nuk e kuptova ishte se sa e papritur do të bëhej dita. Ndërsa isha ulur duke shfletuar mesazhe të përzemërta në telefonin tim, duke u ndjerë e mbështjellë me dashuri dhe mbështetje, njerka ime hyri me vrull në dhomë. Për habin time, ajo kishte veshur një fustan të bardhë. Shoqet e mia ngrinë në mes të bisedës. Sytë e tyre u zmadhuan nga mosbesimi. Kjo duhej të ishte dita ime e veçantë. Por u ndjej sikur ajo po përpiqej të vifte vëmendjen. Ajri u rëndua nga tensioni pas hyrjes dramatike të njerëzës sime. Shoqet e mia shkëmbyen shikime të shqetësuara, të pasigurta se si të reagonin. Por momentin megjithatë askush nuk guxoi të shprehte mendimet e tija. Me një buzëqeshje të sigurt njerka ime deklaroi: "Edhe unë meritoj të shkëlqej sot." Mora frymë thellë, duke bërë çmos të qëndroje përmbajtur. E vendosur për të ruajtur paqen, i kujtova vetes të qëndroje e qetë për hir të ditës. Ajo dukej krejtësisht e paprekur nga trazira që kishte shkaktuar, sikur sjellja e saj ishte krejtësisht normale. Ndërkohë babai im ishte jashtë plotësisht i zhytur në pritjen e të ftuarve, i pavetëdijshëm për skenën që po shpalosej brenda. Nuk mund të mos dëshiroja që ai të ndërhynte, të vinte re sjelljen e saj dhe të jepte fund. Por për momentin ai mbetej i mbështjellë në botën e tij. Isha e vendosur të mos shkaktoja një skenë në ditën e dasmës sime. Ceremonia më në fund filloi dhe unë bëra çmos të përqendrohesha në betimet e mia dhe dashurinë që na rrethonte. Megjithatë, shikimi im vazhdonte të lëvizte drejt njerëzës sime, e ulur në radhën e parë. Fustani i saj i bardhë, i pamundur për të injoruar dhe tepër i papërshtatshëm. Ndërsa fjalët e ofiçarit mbushnin ajrin, unë i hodha shikime burrit tim, heshturazi duke shpresuar se ai të kishte një plan. Ndërsa qëndronim në altar, një murmuritje e qetë u përhap nëpër turmë. Babai im shikoi për qark. Konfuzioni i tij ishte i dukshëm ndërsa kapi pëshpëritjet e zbehta që endeshin nëpër radhët e të ftuarve të ulur. Sytë e tyre lëviznin mes meje, burrit tim dhe njerëzës sime, sikur po përpiqeshin të deshifronin një bisedë që askush nuk e kishte thënë me zë të lartë. Çfarëdo që kishte planifikuar burri im duhej të ndodhte. Dhe shpejt me një buzëqeshje të sigurt dhe një ajër qetësie, njerka ime sillej sikur prania e saj ishte krejtësisht e zakonshme. Ajo ul aty, në dukje e kënaqur me vëmendjen që komandonte. Duke qëndruar pranë meje, burri im nxirrte një vetbesim të qetë. Nuk mund të mos pyesja veten se çfarë po planifikonte kësaj radhe. Mes kaosit, qetësia e tij mbeti e patundur dhe besimi tek ai më dha një ndjenjë të ripërtrirë shprese për çdo gjë që do të vinte. Me ceremoninë pas nesh, unë u kapa pas shpresës se plani i burrit tim do të kishte sukses. I besoja atij plotësisht. Momente pasi shkëmbyen betimet, ai u përkul dhe pëshpëriti. E kam në dorë. Besimi i tij i palëkundur më qetësoi, edhe pse detajet ishin ende një mister. Në pritje të ftuarit shmangni njohjen se njerka ime ishte shfaqur me të bardha, megjithse veshja e saj padyshim binte në sy. Pavarësisht sikletit, atmosfera mbeti e gjallë dhe muzika dhe të qeshurat mbushën dhomën duke mbajtur humorin të gëzuar. Njerka ime lëvizte nga një grup në tjetrin, duke filluar biseda pa mundim në pothuajse çdo tavolinë. Pas një darke të mrekullueshme filluan dollit. Burri im u ngrit për të folur. Fjalët e tij tërhoqën vëmendjen e të gjithëve.
Fjalimi i tij ishte i përzemërt, duke shprehuar mirënjohje të thellë për dashurinë dhe mbështetjen që kishin marrë nga të dyja familjet. Pastaj ai ndau kujtimet nga e kaluara. Vura re që sikleti i njerëzime u rrit ndërsa fjalët e tij dukeshin se godisnin një nerv. Mbrëmja vazhdoi, por ishte e qartë se drama e vërtet sapo kishte filluar. Ndërsa natës gjatë Njerka ime luftoi për të ruajtur qetësinë e saj. Të qeshurat e saj nervoze dhe lëvizjet e shqetësuara tradhtuan përpjekjen që i duhej për të mbajtur. Përtej dhomës burimi i bëri shenjë babait tim të ndiqte, i pavetëdijshëm për tensionin që zjente nën sipërfaqe. Babai im i u bashkua dhe pamja e tyre duke ecur drejt Njerkës sime shpejt u bë fokusi i dhomës. Buri im ju afrua dhe e pyeti butësisht nëse ajo mund të bashkohej për një bisedë private jashtë. Babai im i zënë në befasi, duke i habitur, por nuk kundërshtoi. Ndërsa ata u drejtuan drejt daljes, pëshpëritje mbushën dhomën dhe unë vëzhgova në heshtje duke i besuar burit tim që të menaxhonte situatën. Jashtë, shprehja e sigurt e Njerkës sime u zbut në një shqetësim. Buri im i foli asaj me një ton të qetë, të qëndrueshëm, prania e tij shpërndau tension. Ndërsa biseda shpalosej, sikleti i Njerkës sime u rrit ndërsa ai u drejtua vendimeve të saj të fundit, çdo vërejtje duke u afruar më shumë te e vërteta. Ndërsa biseda vazhdonte, babai im filloi të dëgjonte më me vëmendje. Shprehja e tij, dikur konfuze, u zbut në një kuptim dhe ai filloi të ndjente të vërtetën pas veprimeve të Njerkës sime. Justifikimet e saj u shkatruan në nënvështrimin e tij depërtues dhe ishte e qartë se ajo e kishte nënvlerësuar situatën. Njerka ime kishte menduar se mund të shmangte çdo akuzë, por ajo nuk e kishte parashikuar vendosshmërinë e palëkundur në sytë e babait tim. Nën peshën e vështrimit të gjithëve, shpjegimet e Njerkës sime filluan të lëkundeshin, vetbesimi i saj u zbe, ndërsa pasiguria u fut në fjalët e saj. Babai im shprehja ju forcua. Durimi i tij po paksoi. Jashtë, babai im filloi të konfrontonte Njerkën time me pyetje të drejtë për drejta të qëllimshme. Toni i tij u bë më i mpret dhe vështrimi i tij më i vendosur. Njerka ime luftoi për të ruajtur qetësinë, zëri i dridhej ndërsa përpiqej të shpjegonte, por ishte e qartë se ajo po shpërbëhej. Buri im qëndroi aty duke mbështetur në mënyrë delikate qasjen e babait tim. Tensioni në ajër ndjehej trash, si një stuhi gati për të shpërthyer. Këmbëngulja e burit tim vazhdoi duke çarë në për justifikimet e Njerkës sime. Durimi i babait tim u bë më i hollë dhe çdo kundërshtim ushqiu zhgënjimin e tij. Ishte e qartë se shmangja nuk ishte më një opsion. Fasada e Njerkës sime filloi të shembe dhe sjellja e saj dikur e sigurt u lëkund. Mbrojtjet e saj u zhbënën presion, duke ekspozuar pasigurinë e saj. Me çdo pyetje që bënte buri im, hezitimet e Njerkës sime u bën më të theksuara. Ajo luftoi për të dhënë shpjegime të qarta. Çdo fjalë e disektuar nën kontrollin e tyre. Tensioni në ajër ishte i prekshëm dhe dukej sikur një zgjidhje ishte pikërisht jashtë mundësive. Prapa brenda, disa miq pyetën për vendndodhjen e burit tim, por unë e shmanga duke ofruar një buzëqeshje qetësuese. Ndërkohë disa antarë të familjes më afroheshin me shprehje të shqetësuara. Unë i sigurova ata se ishte thjesht një diskutim familjar, megjithse tensioni themelor ishte i pamohueshëm. Brenda festimet vazhduan të qeshurat, muzika dhe festimi mbushën ajrin, duke krijuar një kontrast të fortë me situatën jashtë. Unë e gjeta veten duke i hedhur shikime derës, duke shpresuar heshturazi për një zgjidhje, atmosfera e gjallë. Brenda duke i botë larg tensionit që zjente pak përtej derës, ku e vërteta më në fund po fillonte të dilte në dritë. Jashtë, buri im qëndronte i vendosur, pyetjet e tij të mprehta dhe të qëllimshme i vendosur për të nxjerrë pjesën e fundit të enigmës. Tensioni midis tij dhe Njerkës sime ishte i prekshëm, me asnjë rëmpal që nuk dëshironte të lëshonte pe. Babai im, duke pasqyruar intensitetin e tij, qëndroi aty, i paqëndruar në bisedë që po shpalosej. Së bashku vendosshmëria e tyre e palëkundur e la Njerkën time me pak hapësirë për t'i shpëtuar së vërtetës. Fustani i bardhë i Njerkës sime shkëlqente në dritat e jashtme, një simbol ironik i situatës. Sytë e babait tim të rënduar me zhgënjim pasqyronin peshën e zgjedhjeve të saja dhe u bë e qartë se ky moment ishte thelbësor. Brenda festa kumzhinte me energji, një kontrast i fortë me konfrontimin që po shpalosej pak jashtë.
Unë vështroja nga hyrja, e ndarë mes festimit dhe tensionit që zjente pak për t'i derës. Buri im më dha një shenja delikate me kokë, duke sinjalizuar se ishte koha për t'u kthyer brenda. Baba im, i zhytur në mendime, duke se mbante peshën e zbulimeve jashtë. Megjithatë, kishte një flusk lehtësimi në fytyrën e tij, sikur e vërteta kishte sjell një farë zgjidhjeje. Ndërsa u kthyem në festë, sjellja e guximshme e mjerkësimi ishte zbehur. Hapet e saj tani ishin hezitues, duke mbajtur një përzierje lehtësimi dhe shqetësimi. Stuhja jashtë kishte rënë, por tensioni mbeti dhe të ftuarit brenda filluan të pëshpërisnin, duke ndjerë se kishte ndodhur diçka domethënëse. Pavarësisht ndryshimeve delikate, ngrohtësia e festimit mbeti e paprekur, duke ruajtur gëzimin e rastit. Menaxhimi i kujdesshëm i situatës nga burim zbuloi aferën sekrete të njerëkësime. Ndryshimi në dhomë ishte pothuajse i menjëhershëm, me një realizim në rritje që përfshiu të ftuarit. Fytyra e babait tim pasqyronte peshën e zbulimit dhe humori i festës u transformua nga biseda e lehtë në bisedë serioze, intensive. Atmosfera u ndryshua në mënyrë dramatike dhe gëzimi i festimit tani u përzie me ndërlikimet e dinamikës familjare. Pavarësisht përpjekjeve të njerëkësime për të shmangur, e vërteta doli pa shkaktuar konflikt të panevojshëm. Qasja e matur e burit tim siguroi që e vërteta të zbulohej me elegancë dhe ata rreth nesh filluan të vërejnë këto ndryshime delikate në familjen tonë. Babai im gjithnjë i përmbajtur përpunoi zbulimin brenda vetes, duke u tërhequr në heshtje ndërsa të ftuarit filluan të kuptonin rëndësinë më të thellë të mbrëmjes. Veprimet e burit tim të rrënjosura në empati dhe respekt spikatën duke fituar admirimin e të gjithëve rreth nesh. Festimi megjithse i ndryshuar u bë një ngjarje e paharrueshme, një që asnjë i ftuar nuk do ta haronte së shpejti. Pavarësisht tensioneve themelore, një ndjenje e ripërtrir besimi filloi të shfaqej midis anëtarëve të familjes. Unë ndjej sikur kishim arritur një pikë these, duke hyrë në një kapitull të ri të dinamikës son familjare. Udhëtimi nuk ishte i lehtë, por përballja me zbulime të papritura së bashku vetëm forcoi lidhjet tona. Ajo që filloi si një ditë martese u shndrua në një moment historik shumë më të madh se sa mund të kishim imagjinuar. Së bashku ne gjetëm vetëm duke u futur në territor të pa eksploruar, të pasigurt, por plot shpresë dhe për këtë fillim të ri. Me vendosmëri të qetë, burim na udhëhoqi drejt një kuptimi më të thellë, ndërsa familja u mblodh, ne filluam të njihnim dhe të pranonim dinamikat në zhvillim që tani formësonin marrëdhëniet tona. Së bashku ne i përqafuam këto ndryshime me respekt dhe një gatishmëri për të përshtatur. Ajo shënoi një moment thelbësor, një i mbushur me premtimin e rritjes dhe fillimeve të reja. Kjo nuk ishte më vetëm për të festuar martesën tonë, ishte për të krijuar një rrugë përpara për familjen tonë, të bashkuar në qëllim dhe shpresë. Dasma jon u bë më shumë se një festë. Ajo u bë një katalizator për të përballur me të vërtetat dhe për të kërkuar zgjidhje. Sfidat me të cilat u përballëm forcuan lidhjet tona dhe ripërcaktuan marrëdhëniet në mënyrë që nuk i kishim parashikuar kurrë. Megjithse e vështirë, përvoja nxiti një kuptim të përbashkët dhe ndoshta solli një ndjenjë të qetë shërimi. Ne arritëm të kuptonin se bukuria e vërtetë e ditës nuk ishte vetëm në betimet që shkëmbyem, por në guximin që zbuluam gjatë atyre momenteve të vështira. Ndërsa dhoma u qetësua shkurtimisht, familja jon mori një moment për t'u rigrupuar dhe për të gjetur kthjelltësi. Megjithatë, festimi nuk u zbe kurrë vërtet. Ngadalë, kërcimi u gjallërua përsëri dhe nata rifitoi ritmin e saj të gëzuar. Së bashku ne lundruam në sfida, duke krijuar një kujtim thelbësor dhe të paharrueshëm. Të ftuarit tan u bashkuan rreth nesh, të qeshurat e tyre bënin një hon gjatë gjithë mbrëmjes, dhe në ato momente të lumturisë së përbashkët ne ndjem praninë e pamohueshme. Si do të kishit menaxhuar ju personalisht situatën e njerëkësuaj me fustanin e bardhë dhe ndoshta me zbulimet pasuese në ditën e dasmës suaj? A do të ishit aq të qetë sa burri i nuses?